Një ditë me shi dhe me jehon të ngjarjeve në kuvendi përcillte Prishtina si sot. Por ata kishin një qëllim, të përgatitej sheshi për ta ndjerë dhe për të bashkëjetuar me atmosferën e Elbasanit, e kësaj epicendre sportive ku sonte buqet Kuqezia, atje ku zhvillohet një ndeshje dhe një ngjarje që ka premisa politike. Kjo ndeshje që për të gjithë quhet historike për shumë fakte arsye, vesh edhe Prishtinën Kuqezi, flamuj, kapela, fanella, gjithçka në shenjë dhe përkombëtare. Edhe sheshi Zahir Pajaziti do të merr pamje tjetër. Do të jetë i mbushur me tifozë për ata që nuk kishin mundësi të udhtonin për në Elbasan, të jenë afër e më afër futbollistëve, por që do të jenë këtu edhe me kafe e çaj të festivalit të sapo hapur, do të ndjekin ndeshjen nga ekrani i madh. Kryeqytetasit janë të kapluar që tani nga ethet e kësaj ngjarje, vrapojnë, ikin, dikush në shtëpi e dikush gjetk, por sonte që të gjithë bashkë me tifo për Kuqezin. Në shtëpi kemi me kqyr bashkë me familjen. Kemi pas dëshirë shumë me shku me këqyr lojën atje në Elbasan, po fatkeqësisht numri biletave ka qenë i limituar. Shtëpi. Edhe çka presin? Po presim fitore. Në shtëpi me familjen. Po shpresojmë shumë për me fitu Shqipëria. Prizren. Edhe çka pret ja ka me thua ka me. Besojmë që po, do të fiton. Edhe baret e restorantet janë të gatshme për mysafir. Ata tregojnë se tashmë rezervimet kanë përfunduar. Gjithçka është gati. Kanë bërë mysafirë shumë rezervime, pasi që është lojë historike. Edhe më vjen mirë që ka të interesuar shumë, që edhe në shku atje live me po edhe te na si restoran kanë orë shumë e kanë rezervuar. Ma që është event special, Shqipëria-Serbia, një ndeshje që ka një interesim shumë të madh. Thuaj se gjitha tavolinat janë të rezervuar. Disa të anketuar e kishin për qejf edhe të parashikojnë rezultatin. Mendoj që i bën shumë Shqipëria. Jam shumë optimist. Mendoj 3-0. Shqipëria 2-1. Fitue Shqipëria 4-0. Pra, sonte të gjithë para ekraneve, të përbashkuar për fitore.